Zot sytë, të shohim Krishtin, që ne ta prekim, dashurit i dhurojmë. Mojsiu njëherë ju drejtua popullit të Perëndis me këto fjalë, dhe dua që gjithë secili prej jush të hap Bibla tek Ligji për të rirë, kapitulli 6, vargjet 4 deri në 23. Dhe në qoftë se nuk keni Biblat me vete, ju mund ta ndiqni atë në projektor. Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia yt është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur keren në shtat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë. Do t'jenë si shirita midis syve. Dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Kur pastaj Zoti Perëndia yt do të fusë në vendin për të cilën ju betua etërve të tu Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, të jap qytete të mëdha dhe të bukura që ti nuk i ke ndërtuar, dhe shtëpi plot me të mira që ti nuk i ke mbushur, puse të qelur që ti nuk i ke gërmuar, vreshta dhe ujishte që ti nuk i ke mbjell. Kur të kesh ngren, do të jesh i ngopur. Ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxorri nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e sklavërisë. Do të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt. Do t'i shërbesh dhe do t'i betohesh emrit të tij. Nuk do të shkoni pas perëndive të tjera, midis perëndive të popujve që ju rrethojnë. Sepse Zoti, Perëndia yt, që ndodhet në mes teje, është një perëndi ziliqar. Përndryshe, zemërimi i Zotit tënd do të ndizej kundër teje dhe do të bëheshte që ti të zhdukesh nga faqja e dheut. Nuk do të tundoni Zotin ashtu si u përpoqet në masa. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit, Perëndis tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është e drejtë dhe e mirë në sytë e Zotit. Që ti të përparosh dhe të hysh e të pushosh vendin e mirë që Zoti ju betua t'ju jap etërve të tu, duke dëbuar tërë armiqtë e tu, ashtu siç kishte premtuar Zoti. Kur në të ardhmen biri yt do të pyesë, çfarë kuptimi kanë këto rregulla, statute dhe dekrete që Zoti Perëndia yt ju ka urdhëruar, ti do t'i përgjigjesh birit tënd: ishim sklever te faraoni në Egjipt, dhe Zoti na nxorri nga Egjipti me një dorë të fuqishme. Përveç kësaj, Zoti veproi para syve tona, kreu mrekulli të mëdha dhe të tmerrshme kundër Egjiptit, faraonit dhe gjithë shtëpisë së tij, dhe na nxorri që andej për të na çuar në një vend që u ishte betuar t'ju jepte etërve tan. Amin. Kjo është fjala e Perëndis. Kur lexon ligjin e për të rirë, dhe sidomos pjesën e fundit nga jeta e Mojsiut, të duket si kur ti po lexon një predikim të tij. Duket se Mojsiu përpara se t'i udhëhiqte drejt tokës së premtuar, duke qenë se tashmë ata ishin në mes të rrugës, në mëdyshje, për të arritur për aty ku ishin nisur, ai fillon dhe ju predikon atyre një predikim që të zgjedhin jetën. Të ndiqni Perëndin dhe të jetonin. Kjo ishte tema për të cilën po fliste Mojsiu atë ditë. Ata duhet të ndiqnin Perëndin dhe të jetonin. Dhe kjo është tema që përshkruan gjithë librin. Dhe ashtu siç thuhet në vargun 2 të po të njëjtit kapitull, me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten, në mënyrë që ne si qenie njerëzore ta përjetonim jetën në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani për Mojsiun, ti bindesh e Perëndis, nuk ishte të bente me bindje ndaj disa rregullave abstrakte, në mënyrë që Perëndia ishte i lumtur dhe të na shpërblente ne. Por për Mojsiun dhe shumë të tjerë në Bibël, bindje do të thoshte të njohësh Perëndin. Kjo është bindja, të njohësh
Perëndin. Ta njohësh atë më mirë, më thellë, të kënaqesh me prezencën e tij. Pra ta njohësh atë në mënyrë sa më shumë të jetë e mundur personale. Sipas shkruajtësve të Biblës, do të thotë të jetosh sipas asaj që të thotë ai. Ta njohësh dhe të jetosh për të. Por që ta njohësh atë, duhet të njohësh fjalën e tij. Dhe për këtë arsye është ligji i Perëndis. Dhe të njëjtën gjë e thotë edhe tek ligji për të rirë, kapitulli 30. Ta nis gjithë jetën që të jetosh dhe të duash Perëndin. Dëgjoj zënin e tij, qëndro afër tij, sepse Zoti është jeta jote. Kështu thuhet tek ligji për të rirë. Zoti është jeta jote. Jezusi tha të njëjtën gjë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 17. Që është e njëjta gjë me vargjet 4 dhe 5 të këtij kapitulli. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Kjo do të thotë të njohësh Perëndin, të njohësh Jezu Krishtin. Të njohësh Perëndin nuk ka kuptimin vetëm të njohësh kuptimin e jetës. Por të njohësh Perëndin është vetë jeta. Është gjithçka. Nuk ka kuptimin vetëm të njohësh se cila është jeta e vërtetë, por të njohësh Perëndin do të thotë të njohësh jetën. Thelbi i gjithçkaje është të njohësh Perëndin. Bibla nëpërmjet këtyre vargjeve nuk na afton të fantazojmë për gjërat më të mëdha që mund të na ndodhin ne. Vajzën më të bukur apo djalin më të bukur që do të takojmë. Lotarinë amerikane në fillim të pranverës, fituesin e konkursit T'i Vlen, pjesëmarrje në Big Brother, pushimet më të mira në Sharm el Sheikh apo në Hawaii. Jo. Bibla nuk na afton të fantazojmë se një ditë do të jemi princer dhe princesha. Dikujt mund t'i pëlqejë të ishte edhe mbreti anglis. Por kjo është thjesht fantazi. Por Perëndia na fton të njohim një realitet tjetër. Kjo është jeta e vërtetë. Ky është thelbi, esenca e asaj përse jetojmë në këtë botë. Gjëja më e mirë që njeriu provon në jetë. Por meqense jemi në këtë pasazh, do të shikojmë mënyrën se si ky pasazh na ndihmon ne të njohim Perëndin. Ajo që ne mësojmë këtu, së pari, është që ta njohim atë, duhet ta duam atë plot pasion. Dhe mund ta shikojmë të mbështetur tek vargjet 4 e 5. Që të njohësh atë, pra që të njohësh Perëndin, ti duhet ta duash Perëndin plot pasion. Së dyti, ti besojmë atij plotësisht tek vargjet 6 dhe 9 dhe ta kujtojmë atë me gëzim. Le të idhemi tek pika e parë dhe të mos qëndrojmë tek pika e dytë. Tani, le të idhemi tek pika e parë, që ta njohim atë, duhet ta duam plot pasion. Ajo që Mojsiu thot tek vargjet 4 dhe 5 është: Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia yt është një ai vetëm. Dëgjoj është një fjalë që mësuesit e përdorin për të tërhequr vëmendjen e nxënësve. Dhe në fund të fundit Mojsiu e konsideronte popullin e tij një nxënës i Perëndis, që mësonte diçka nga Perëndia. Ky është thelbi, po thot ai. Perëndia ynë është një Perëndi i vetëm. Ai po përpiqet të na japë në një rezume të qartë, duke kërkuar përgjigjet tona. Kjo ishte një deklaratë e fortë. Ka vetëm një Zot, po theshte Mojsiu. Dhe ky Zot është Zoti i Abrahamit, Zoti i Isakut dhe Jakobit, i cili është unik, i cili është një Zot i lavdishëm, i pakrahasueshëm, i vetmi Zot në gjithë universin. Dhe nuk ka asnjë tjetër si ky. Mbaj mend dhe gulit e thellë në kokën tënde, po theshte Mojsiu. Nuk ka asnjë Zot tjetër unik si ky që besoni ju. Dhe përgjigja jonë ndaj këtij Perëndie është në gjithçka ai është dhe s'ka tjetër. Kjo ka kuptimin që ne mbështesim atë në mënyrë totale, me gjithë qenien ton dhe me gjithë dashurinë ton. Dhe japim atij gjithçka, sepse nuk ka asnjë tjetër të cilit ne mund t'i besojmë me gjithë qenien ton. Këtë po thoshte Mojsiu: Shikoni, kush është Zoti? Dhe ti e do me gjithë energjinë, zjarrin e zemrës tënde, e do plot pasion në zemrën tënde. Nëse ti e do atë plot pasion, çdo vullnet, çdo motiv, çdo vendim që ti merr, i cili formon karakterin tënd, duhet të influencohet nga ajo se kush Perëndia është në të vërtetë. Çdo pasion, çdo dashuri duhet të influencohet nga kush është Perëndia.
Mojsiu me fjalë të tjera po thot, kur ti të jesh në gjendje që me fjalët e tua të përshkruash në mënyrë totale se kush është Perëndia, atëherë do t'i përgjigjesh Perëndis totalisht me gjithë qenien tënde. Sepse të njohësh Perëndin, do të thuat ta duash atë plotësisht. Sepse kur shkruesit e këtyre teksteve thonë se Zoti është jeta jote, kjo ka kuptimin, ti dhe unë nuk kemi jetuar në qoftë se nuk kemi njohur Zotin. Ti dhe unë nuk kemi jetuar ndonjëherë në këtë botë në qoftë se ne nuk kemi njohur Zotin. Kur thot Zoti është jeta jote, s'ka jetë tjetër në këtë planet përveç se të njohësh Zotin. Është shumë radikale, por ama kjo është e vërtetë. Nuk ke jetuar në këtë botë në qoftë se nuk ke njohur Zotin në jetën tënde. Çdo gjë tjetër në këtë botë është thjesht një fantazi. Është thjesht një mirazh dhe kot që kemi jetuar sepse nuk e kishim shijuar Zotin në jetën tonë. Ti duhet ta përjetosh dhe të shijosh dashurinë e tij. Tani e kuptoj se disa prej jush mund të thotë si shumë jashtë gazit. Në fakt, ky është një problem me botën sot. Është një problem me fanatikët fetar si puna ime. Disa mund të thonë se kemi nevojë për një frymë shpirtërore më të reformuar sot në botë. Në botën tonë këta lloj fanatikësh janë të rrezikshëm. Ka të tjerë që mund të thonë ky djali nuk më duket i rrezikshëm, por është një mision i pamundur. Ti mund të më quash të rrezikshëm apo të pamundur, por sido që të jetë, vetëm të njohësh Perëndin i jep kuptimin jetës dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Ti kur nuk do të kënaqësh urinë shpirtërore që ndjen. Ti kur nuk do të plotësosh fuqinë tënde për të jetuar. Ti kur nuk do të kënaqësh shpirtin tënd dhe mendjen tënde pa njohur Perëndin. Ti duhet të përjetosh një jetë të vërtetë dhe ajo që Mojsiu paralajmëron tek ligji për të rirë vargu 12 është: ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxorri nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e sklavërisë. Sepse Mojsiu e dinte që shpesh herë urinë tonë shpirtërore, fizike dhe mendore, ti mund ta ushqesh me gjëra të tjera përveç se Zotit. Por këto nuk do të ta ndërtojnë jetën, përkundrazi, siç thuhet në fjalën e Perëndis, do të ta shkatrojnë atë. Ti dhe unë shpeshherë mund të themi le ta moderojmë pak jetën tonë shpirtërore. Le të mos dukemi më të çmendur për këtë Perëndi, të vetëm dhe të vërtetë. Por fjala e Perëndis, Bibla na mëson ne se duke vepruar në këtë lloj mënyre, ti do të ndjesh pasojat e përjetshme në shpirtin tënd, mendjen tënde dhe në forcën tënde. Sepse në qoftë se ajo që njeh ti nuk është Zoti i vërtet, ti kur nuk e jetuar. Mojsiu duket sikur na thot ne sot: për të mirën tuaj keni kujdes. Nuk ka rrugë tjetër dhe nuk ka Perëndi tjetër. Në qoftë se ti largon nga vetja jote pasionin, në qoftë se ti largon nga vetja jote dashurinë, e ke kthyer jetën tënde në një jetë të vakur. Ndiq Perëndin dhe jeto. Fjala e Perëndis na mëson se ne mund ta njohim atë plotësisht. Mojsiu po na thot se ky Perëndi kaq universal është plotësisht i vëzhgueshëm dhe i prekshëm nga të gjithë. Ti mund ta njohësh dhe s'ka rrugë tjetër. Një miku im këtë javë më dha një literaturë gnostike për lexuar, i cili mendon se vërteta nuk mund t'ju shfaqet të gjithë njerëzve, dhe misteri i Perëndis ju është zbuluar vetëm njerëzve të veçantë dhe elitave. Por çdo njeri, thot ai, duhet të di të gjitha misteret. Jo. Ajo që Perëndia na thot këtu është se ne mund ta njohim atë dhe ne mund ta njohim atë totalisht dhe mund ta përjetojmë totalisht në jetën tonë. Të besosh thjesht në diçka, kjo nuk është mjaft dhe nuk e kënaq shpirtin tënd. Mojsiu në ato ditë kur po udhëhiqte popullin e Perëndis në tokën e premtuar dhe ndërsa ishte në shkretë të tir, po paralajmëronte popullin e tij. Shikoni, po thoshte ai, ju do të hyni në tokën e premtuar, por keni mendjen se atje do të gjeni Perëndi që kërkojnë vëmendjen tuaj. Do të gjeni perëndi të tjera, të cilët do t'ju tërheqin vëmendjen tuaj. Do të jenë perëndi të tjera ndryshe nga Perëndia e Abrahamit, Jakobit dhe Isakut. Kujdes, po thot Mojsiu. Ka vetëm një Perëndi dhe ti duhet ta duash atë plot pasion. Kërko vetëm atë dhe ec në rrugën e tij. Dua atë plot pasion dhe kjo është gjëja e vetme që ne mësojmë nga ky pasazh. Duaje atë, duaje Perëndin tënd plot pasion. Së dyti,
besoi ati plotësisht dhe e gjejmë nga vargu 6 deri në vargu 9. Ne mësojmë se besimi ynë duhet të ndërthuar në të gjitha aspektet e jetës. Ndërsa shikojmë këtë vargje, Mojsiu jo vetëm argumenton kundër pluralizmit, pra se të gjithë perëndit janë njësoj, por gjithashtu ai argumenton edhe kundër privatësisë, që ne e mbajmë atë thjesht vetëm për veten tonë, e cila ka të bëjë me çështje se ti e mban besimin vetëm për veten. E ke atë në jetën tënde private, por nuk e shfaq atë në mënyrë publike. Kjo nuk duhet jetë e vërtet, thot ai. Do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën në rrugë, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh në çdo moment, që kur e fillon ditën deri kur zgjohesh në mëngjesin tjetër, ti do të flasësh për të. Ndoshta edhe mënyra se si fle, edhe me ka fle do të tregoj shumë në jetën tënde, po thot Mojsiu. Po ashtu thot, do të lidhesh si një shenjë në dorë, do t'jenë si shirita midis syve dhe do t'i shkruash në shtalkat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua, në mënyrë që shokët, kolegët e tu, komshinjt ta dinë se ka beson ti. Kudo besimi yt do të jetë i dukshëm, pra na kërkon që ta shfaqim besimin ton publikisht. Mënyra se si ti e tregon Perëndin me pasion, ka gjithashtu edhe kuptimin se sa i beson ati, a i beson ati plotësisht. Kjo është një provë për ne. Jo ta tregojmë se vetëm i besojmë ati, vetëm ditën e diel, por ne duhet ta marrim atë seriozisht në gjithë ditët e jetës. Më lejoni ta ilustroj këtë me disa shembuj praktik. Mënyra se si ti e shikon jetën tënde ka të bëjë me motivet e jetës tënde. E shikon veten nga pamja jashtme. Argjon gjithë ditën për të shprehur se si do të vishesh. Pastaj fillon dhe vishesh, pastaj s'të pëlqen prap dhe zhvishesh prap dhe vishesh prap. Dhe kalon gjithë dita, pastaj fillon dhe mendon se si do mendojnë të tjerët për mënyrën se si janë veshur unë, e shikon veten tënde në pasqyrë dhe nuk të duket i bukur fare, apo e bukur, apo udhëhiqesh nga një jetë, nga ajo që Perëndia thot, gëzimi, paqja, mirëdashja, vetkontrolli, urtësia. A është dashuria e Perëndis e ndërthurur me marrëdhëniet e tua? Ndoshta ti punon në një punë ku njerëzit i bëjnë bishtetikës. Ndoshta mund të jetë edhe ligjshme për shkak se ti mund të bësh ç'të duash me jetën tënde në ditët e sotme. Mund të dalësh edhe në televizor dhe të deklarosh gjëra të çuditshme dhe një djalë ka bërë sa të gjithë gazetarët po vinë referotu ti. Për një budallëk, ju e dini shumë mirë. Edhe keni mbarë dhe mbrëm. Por si krishter, largohesh nga kjo situatë. Merr pjesë pa e kuptuar se drejtësia dhe integriteti nuk janë thjesht për jetën tënde private, por edhe për vendin e punës. Ti duhet të qëndrosh fort për atë që beson, dhe kjo më besoni mua do jetë e vështirë, sepse është shumë e vështirë të qëndrosh kundër rrymës. Ndoshta ti ke marrë vendimin të largohesh nga Korça. Por si arritet ta merri këtë vendim në jetën tënde? Ishte për shkak të shtëpisë, për shkak të punës, për shkak të lekëve, apo për shkak të familjes? Apo patë edhe një vendim të tillë? A duhet të largohem nga kisha në këtë moment, edhe a është ky plani i Perëndis? Ti mund të lëvizësh, por kur lëviz, vendos edhe këtë pyetje brenda, sepse që ta njohësh Perëndin duhet ta përjetosh totalisht. Edhe në këtë lloj vendimi ti duhet vendosësh këtë lloj pyetje. Cila është masa e vendimit për të marrë në jetën tënde? Dhe Mojsiu thot, masa është duaje Perëndin në çdo vendim që merr në jetë, në çdo punë që zgjedh dhe në çdo vendim që merr për t'u larguar. Në vendimin që merr për të përdorur trupin tënd, këto duhet të mbështillen me dashurinë e Perëndis. Ja çfarë do të thotë ta duash Perëndin plot pasion, do të thotë gjithashtu ti besosh atij plotësisht. Ti mund të thuash, në qoftë se shikojmë vargun 14 dhe problemin që ata kishin me politeizmin, pra që kishin shumë perëndi, ky ishte problem atëherë, por nuk është problem në ditët tona. Por unë mendoj, shumica prej nesh vuajnë nga problemet e politeizmit edhe në ditët e sotme. Kështu ne themi, kur jam në punën time, unë jetoj me drejtësi dhe me nder. Bie përmbys përpara Zotit të Abrahamit dhe Jakobit,
Por kur jam në jetën time private dhe në marrëdhëniet e mia shoqërore dhe me etikën time seksuale, bie përpara Perëndisë së epsheve dhe paras, humanizmit sekular. Unë jam gati, domethënë, në punë të jemi ndershëm dhe i vërtet, por në jetën time private jam humanist fare. Bëj çfarë të dua. Apo e kundërta. Në jetën e marrëdhënieve bie përmbys përpara Zotit të Abrahamit dhe Jakobit, por në punë përpara Perëndisë së pasurisë. Shpeshherë thua, do bëj ç'të dua derisa të bëhemi pasur. Dhe kur veprojmë në këtë lloj mënyre dhe shumica prej nesh e bëjnë, atëherë nuk mund t'i besojmë ne Perëndisë plotësisht, sepse ti ke rënë përballë një perëndie të pasurisë. Bëj atë që është e drejtë në sytë e Perëndisë, sepse është shkatrimi vetvetes të veprosh në mënyrë tjetër. Ne si komunitet duhet të dëgjojmë zërin e Perëndisë në thirrjen tonë. Ajo që Mojsiu po na mëson ne këtu, duhet të jetojmë besimin tonë në jetën tonë publike, patjetër. Jo vetëm ditën e diel këtu. Jo që t'ju bëjmë përshtypje miqve dhe shokëve tanë, apo që të argumentojmë se krishtërimi ynë është i vërtet, apo që t'ju tregojmë atyre se sa të zgjuar dhe sa shumë dim ne nga Perëndia, por që t'ju tregojmë se jemi një komunitet që rrezaton karakter, etik dhe vullnetin e Perëndisë. Dhe kur të tjerë ta shikojnë të thonë, vërtet kjo është jetë. S'ka jetë tjetër si kjo. Kur të tjerë të shikojnë ty të thonë, vërtet kjo është jetë. Këtë dua, dhe unë këtë lloj mirësie. Këtë lloj integriteti dua dhe unë në jetën time. Këtë lloj etike dua ta zbatoj në jetën time. Këtë Perëndi dua ta njoh dhe unë. Mojsiu tashmë e kishte kuptuar që kur Perëndia zgjodhi Izraelin, ai nuk e zgjodhi të krijonte një fe në botë, por që nëpërmjet Izraelit, kishës së Perëndisë Izraelit të sotëm, bota të njohë Perëndin. Kur Perëndia zgjodhi Izraelin, ai nuk e zgjodhi të krijonte një fe, një religjion. Përkundrazi, kur ai zgjodhi Izraelin dhe kishën, ai e zgjodhi që bota të njohë Perëndin, dhe ky është qëllimi. Kjo është puna jonë, kjo është detyra e këtij komuniteti. Prandaj duhet të jetojmë Perëndin, jo vetëm që është mirë për ne, por është mirë edhe për botën. Në një artikull që një psikologe shqiptare shkruante, në një nga të përditshmet e shtypit thoshte, edhe ishte fjala për këtë debatin e sotëm. Një evolucion seksual ka shpërthyer, tha ajo, në shoqërinë shqiptare që pas viteve 90. Kjo e ka bërë që tabu të thyen, por gjithashtu si nën është detyra ime të mbroj fëmijët e mi të mitur nga pornografia dhe deviacioni. Tani mos thoni e kanë fjalën televizionet apo filmat, telenovelat apo materialet që i lini fëmijët të shikojnë në shtëpi, sepse ju vetë i lini, por për këto e kemi fajin edhe ne. Në qoftë se nuk ju mësojmë atyre etikën e krishterë, rrugën që Zoti ka zgjedhur që njeriu të ishte, e kemi fajin ne që jetojmë një jetë të krishterë vetëm ditën e diel, jo gjatë gjithë javës. Në mes të tyre, le t'u tregojmë atyre se si jetohet jeta. Kisha është e vetmja shpresë për botën. Ne si kish duhet të ndajmë ungjillin patjetër me këta njerëz, që të shikojnë mbretërinë e Perëndisë si në qiell edhe në tokë. Ka dhe një aspekt tjetër, përpara se të kalojmë tek pika e tretë. Kjo ndodh tek vargu 16. Nuk do të tundoni Zotin ashtu si u përpoqët në masa. Ishte një moment në jetën e tyre kur nuk kishin ujë dhe i thoshin Perëndisë: "A jeti Perëndia një Perëndi që mund të të besohet me? Nuk kemi ujë dhe nuk kemi bukë." Por që ti besosh Perëndisë plotësisht, nuk është e thënë ti besosh vetëm në ditët që është mirë, kur gjithçka shkon në rregull, por ai beson Perëndisë në ditët e vështira të jetës tënde, kur jemi të tunduar, kur Perëndia nuk duket sikur ndodhet rreth rrotu nesh. Që ti besosh plotësisht do të thotë ti besosh jo vetëm në ditët e rehatshme, por edhe në ditët e vështira. Në ato ditë kur humbet punën, në ato ditë kur nuk ka ujë, kur nuk ka drita, kur nuk punon, dhe kur shkon në shtëpi dhe jeta jote po e shikon se thërmohet, dhe në ato ditët e tundimit të jetës tënde dhe të mëkatit. Edhe në ato ditët kur thërret dhe qan me zë të lartë, jo, unë dua ta pej këtë Zot, dhe Zoti thot, mos. Mojsiu po thot, a i beson ati plotësisht? Ti kërkon besa gjëra që Zoti thot mos, dhe zëri Mojsiut nëpërmjet këtij predikimi thot, a i beson ati plotësisht? Mos e vër në tundim, mos e vër në provë Perëndin.
Së treti, ne duhet ta kujtojmë atë me gëzim, dhe kjo ndodhet në vargjet 20 deri në 23. Kur tundimi të vi, kur jeta të shkatrohet, çfarë thot Mojsiu në këto vargje? Çfarë duhet bëjmë? Tregoju atyre një histori, tha Mojsiu. Kur e shikon se gjithë bota e shkundër, kur jeta të shkatrohet dhe thërmohet, fillo dhe tregoju fëmijëve të tu, të afërmëve të tu, komshinëve të tu, njerëzve në punë, një histori, tha ai. Ju ishit sklever në Egjipt, pa shpresë për të çliruar, por Perëndia erdhi dhe ju çliroi dhe dëshiron t'ju jap një vend kurrje të qumësh dhe mjalt. Kjo ishte më shumë se ç'kishit të ndëruar. Ja, po ju thoshte Mojsiu, ç'ndodh kur ti e do, i bindesh dhe i beson Perëndis. Kur ditët e vështira të vinë, tregoju fëmijëve të tu, shokëve të tu, miqve të tu një histori, tha ai. Ju ishit sklever, Perëndia ju ka çliruar. Sepse ka një histori në Bibël. Në Ungjil gjejmë një lajm të mirë, që është i vërtet. Një fuqi çlirimi që vjen nga Krishti, më e madhe se çlirimi i Mojsiut. Në fakt, vërtet, çlirimi i tij është shumë më i madh se çlirimi që Mojsiu solli atë ditë. Në Ungjilin sipas Lukës, kapitulli 9, ne shikojmë Jezusin i cili po bisedonte me Mojsiun dhe Elian. Dhe Pietri dhe Gjoni Jakobin do ishin atje dhe e pan gjithë çka ndodhi. Për ta kjo ishte një gjë e jashtëzakonshme. Dhe thanë, le të bëjmë 3 çadra, një për ty, një për Elian dhe një për Mojsiun. Por ata se dinin ç'flisnin, thuhet në fjalën e Perëndis. Në këtë kohë erdhi një re dhe i mbuloi të gjithë. Dhe një zeu dëgjua nga reja. Ky është biri im i dashur, dëgjojeni. Me këtë Jezusi ju zbuloi atyre se Jezusi ishte më i madh se Mojsiu dhe Elia. Ai do t'ju udhëhiqte ata drejt një toke më të lavdishme se ajo ku ishin. Me një kosto shumë herë më të madhe se kostoja e parë. Kjo do t'i kushtonte atij jetën. Me fjalë të tjera, ne kemi më shumë histori të fuqishme për t'ju treguar të tjerëve. Dhe kur vjen koha e tundimit dhe vështirësisë në jetë, thoju atyre, un kam një histori. Ne ishim sklever të mëkatit dhe Jezusi na ka çliruar. Prandaj them, kujtojeni atë me gëzim. Është një histori më e madhe se ajo e Mojsiut. Por çfarë bëri Perëndia me të? E gozhdoi në kryq, duke vdekur në vendin ton, duke marrë dëshkimin që ne meritonin. Atëherë unë mund të kem besim të them se kur kohët janë të vështira, mund t'i besoj Krishtit plotësisht në jetën time. Vetëm Ungjilli dhe sakrifica e kryqit bën që ti të njohësh Perëndin edhe në momentet e sprovës dhe tundimit në jetë. Atëherë kupton pse ligji u shkrua dhe cili ishte qëllimi i tij. Kur Perëndia na deshi me anë të Krishtit me gjithë zemrën e tij, mendjen e tij dhe me fuqinë e tij, atëherë mund të themi se ligji i tij nuk ishte një dogmë, por një zgjatim i dashurisë Perëndis për ne. Perëndia na çliroi nga skllavëria jon dhe rebelimi ynë. Prandaj mund t'i besohet atij në kohë të vështira. Sepse pa Ungjillin, kjo histori do t'ishte thjesht rregull abstrakte, që vetëm fanatikët fetar do t'i ndiqnin, dhe do t'ishte shumë e vështirë ta jetoje jetën. Por që të njohësh Perëndin, do të thotë që ke jetuar me të vërtetë. Që të njohësh Krishtin, atëherë ke jetuar në këtë botë. Ndryshe, je kot fare. Në kishën tonë kemi 2 palë shkallë për ekuri, që ngjiten në çatin e kishës. Ne jemi shumë të kujdesshëm që asnjë nga fëmijët mos ngjiten në to se një na ka rënë, një edhe mezi shpëtuan. Por pothuajse e kemi të pamundur të kontrollojmë fëmijët në momentin që nuk ka njerëz rreth rrotull tyre, kemi pasur raste që kemi gjetur edhe në çati. Kështu vendosëm një rregull për të disiplinuar nëse ndodhen ato shkallë. I dëgjova bile një ditë kur po ngjitja shkallët, erdhi dhe të gjithë u larguan me vrap, se janë bërë si polici. Tani, qëllimi ynë pse kemi vendosur këtë rregull është se ne nuk dëshirojmë që ata të vriten apo të humbasin jetën duke rënë nga shkallët, sepse ato janë paralel me murin. Por shpesh herë ata nuk duan ta dinë për një gjë të tillë. Si këta fëmijë, edhe ne her pas here largohemi nga Perëndia dhe nuk duam t'ju bindemi atyre gjërave që thot ai, nuk duam ta njohim se kush është ai. Dhe shkojmë në rrugën e gabuar apo në shkallët e gabuara të jetës tonë. Por që ta njohësh Perëndin do të thotë të jetosh, të ndjekësh një rrugë tjetër
kur Perëndia ka thënë mos shkoni, mos u ngjitni në atë shkallë, do të thotë të shkatrosh jetën tënde, më fal, por është vdekje. E sigurt. Por mbaj mend, askush nuk të do dhe nuk do të doj ndonjëherë në jetë siç të do Perëndia. Arsyeja pse ne vendosim rregulla dhe pse Zoti e dha ligjin, as ai na deshte. Në kohën e Mojsiut, kur erdhi Krishti, ai tha, ishin rregullat që ju të jetonit dhe nuk kishte të bente me asgjë fetare apo me religionin. Perëndia kur zgjodhi Izraelin nuk krijoi një fe. Kur zgjodhi kishën, ai dëshironte që njerëzit të njihnin Perëndin, por që të njohësh Perëndin do të thotë që të jetosh. Në qoftë se nuk e ke njohur Perëndin në jetën tënde, atëherë nuk e jetuar ndonjëherë në këtë planet. Le të mendojmë për këto gjëra, Zoti ju bekoft.